sa të këndshëm dhe sa të mirë. Janë njerëzit të cilët me fjalët e tyre mbjellin qetësi në zemrat e njerëzve. Me fjalët e tyre shërojnë plagë. Me fjalët e tyre janë arsye që njerëzit ta duan jetën. Dhe sa të ligë, subhanallah, janë njerëzit të cilët nuk kontrollojnë gjuhën e tyre, duke harruar se një fjalë e thënë me pa kujdes ndaj dikujt mund të jetë si një shigjet në zemrën e tij, si një plumb në trupin e tij, i cili do të jetë arsye për ta rrëzuar atë dhe do ta ketë shumë vështirë më për të ngritur. Sa njerëz qëndrojnë pa gjumë, janë të zhgënjur dhe të mërzitur, dhe kjo jo për diçka tjetër të madhe, por thjesht se dikush nuk e ka kontrolluar fjalorin dhe i ka lënduar ata. Prandaj të lumët ata të cilët janë në kategorinë e njerëzve që mbushin zemrat me qetësi me fjalët e tyre, dhe të mirë janë njerëzit të cilët lëndojnë njerëzit dhe nuk kanë kontroll në atë çfarë thonë kur është në pyetje komunikimi me ta.